Bia tona ndosjen Epstein. Publikimi 3 milion dosjeve të pedofilit, abuzuesit dhe maniakut seksual Jeffrey Epstein, i cili në publik ishte maskuar si financier dhe menaxher pasurish, ka nxjerr emailët ku përmendet motra shqiptare. Për më tepër, ajo që bie në sy nga ky fillim i bujshëm i dosjes Epstein është komunikimi i një bie nga Shqipëria me inicialet ET, e cila kishte aplikuar për një vend pune si asistente personale e Epstein në vitin 2017. Përshëndetje, jam e interesuar për punë për të cilën i that Eva Luthras, por unë nuk jam me bazë në SBA. A është kjo problem? Thuhet në emailin që ka dërguar e reja. Në vijim të komunikimit, personit tek i cili po aplikonte për punë i kërkon asaj që të dërgoj 3 foto me cilësi të mirë dhe CV-n. Kandidatja më pas përcjell dokumentat dhe 3 foto personale. Në listën e bashkangjitjeve të emailit, përveç CV-s dhe fotografive, rezulton që e reja t'i ketë dërguar edhe një video për kandidimin e saj. Në komunikimin me perverzin Epstein ishte edhe norvegjezi Thorbjørn Jagland, i cili në atë kohë ishte sekretari përgjithshëm i Këshillit të Evropës, ku në një komunikim i shkruan Epsteinit gjatë vitit 2012 në një vizitë në Shqipëri se këtu në Tiranë ka vajza të jashtëzakonshme. Këto janë vetëm një pjesë e vogël e dosjes vuliminoze që po e shokon botën për përfshirjen e elitës botërore në krim, perverzitet, abuzim seksual e shumë poshtërsi tjera.